Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, të dashur teleshikues. Mirë se po takohemi për të 29-ën herë me radhë të këtij muaji të bekuar Ramazan për vitin 2026. Zatën, kjo është edhe takimi jon I fundit për këtë Ramazan. Allah dashti që dita nuk mundi me nxon natën, as nata me mbri ditën, të gjitha prej tyre ecin, lundrojnë, derisa kështu do të jetë takimi ynë me Allahun ton. Kësi forme edhe këtij Ramazani po I vjen fundi. Lusim Allahun e Madhërisëm që Allahu adhurimet tona të ditës dhe të natës na I pranon ja Rabbel Alamin. Një falënderim të sinqert kam për juve telefonus të dashur që keni qenë me ne gjatë tërë këtij rrugëtimi. Juve që na keni shikuar përmes televizorit dhe juve që na keni dëgjuar përmes Radio Kriterias. Po ashtu një falënderim të sinqert nga thellësia e zemrës kam për stafin realizues të PIS TV-s, për kamermanat, regjin, të cilët kanë bërë punën më të madhe, edhe pse ndoshta nuk duken para kamerave, nuk duken para nesh, por duket puna e tyre edhe mbetet shpërblimi tek Allahu I Madhërisëm. Të dashurit e mi, jemi në faqen 461. Jemi në surën Zumer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله
بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Të dashurit e mi, ishin këto ajetet prej 22 deri 31 të surës Zumer, që parafërsisht kanë këto domethënie. Është njësoj si ai që Allahu ja ka hapur krahërorin për ta pranuar Islamin, duke qenë në këtë gjendje në dritën e Zotit të vet, ashtu edhe ai që e ka zemrën të mbyllur ndaj besimit, nuk janë të njëjtë. Prandaj, mirë ata që kanë zemrën të pandjeshme kur përmendet Allahu. Njerëz të tillë janë në humbje të qartë. Allahu ka shpallur fjalën më të bukur, ka shpallur Kur'anin në formën e një libri, pjesët e të cilit i ngjasojnë njëra tjetrës dhe disa herë përsëriten. Prej tij u rrëqethet lëkura atyre që frikson Zotit të tyre, e mandej qetësohen lëkura dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu. Ky libër, Kur'ani, është udhëzim i Allahut. Nëpërmjet tij Allahu udhëzon këtë doj, ndërsa atë që Allahu e shpije në humbje nuk mundet askush ta udhëzoj. Është njësoj si ai i cili do ta vuaj me fytyrën e vet dënimin e rënd në ditën e Kiametit, a është edhe ai i cili është i shpëtuar. Keqbërësve do t'u thuhet, shijani atë që keni fituar. Edhe ata që ishin para tyre i quajtën gënjeshtar pejgamberët, prandaj atyre u erdhi dënimi prej nga ata nuk e prisnin. Allahu i poshtroi ata që në këtë jetë, por dënimi i tyre tjetër do të jetë më i madh, veç sikur se ta dinin. Vërtet, ne kemi sjellur njerëzve shembuj në Kur'an për çdo gjë, për t'u avën ata veshin atyre fjalëve. Ne kemi shpallur Kur'anin në gjuhën arabe dhe pa asnjë kundërthënie, me qëllim që ata ta ruajnë veten nga e keqja. Dëgjoni këtë shembull që ka sjell Allahu, janë dy njerëz, njëri ka shumë bashkëpronar që e kundërshtojnë njëri tjetrin, ndërsa tjetri ka vetëm një pronar të cilit i përkushtohet. A janë të njëjtë ata dy në krahasim? I lavdëruar është Allahu, por shumica nuk e din. Sigurisht që ti, o Muhammed, do të vdesësh një ditë, e sigurisht që edhe tërë njerëzimi do të vdesin. Pastaj në ditën e gjykimit, ju do të grindeni para Zotit tuaj, kush është më i keq se ai i cili trillon gënjeshtra për Allahun dhe hedh poshtë të vërtetën Kur'anin, kur ajo i ka ardhur atij. A nuk është xhehenemi streh për pabesimtarët? Pastaj grinden ndërmjet besimtarët dhe pabesimtarët, e që ne do të ndalemi këtu për të lënë hapësirë inshallah në sezonin tjetër, qoftë me mu, qoftë me hoxhën tjetër, për të vazhduar nga faqja 462. Të dashurit e mi, këtu bëjmë shkëputjen tonë për t'ju lënë hapësirën tuaj që t'na telefononi dhe të ndani me ne atë që dini më së miri nga Kur'ani i Madhreshëm në këtë ditë të fundit të këtij muaji të bekuar Ramazan. Presim telefonusin e parë. Alo, kujt i themi?
Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush në telefonon? Shega Shaqiri. Shega na ke munguar, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Qa ke përgjedh sot me lexu në këtë ditë të fundit, këtij muajit madhërisëm Ramazan? Jemi edhe në orët të fundit muajit madhërisëm Ramazan. Në këtë ditë të fundit të muajit të madhërisëm, kam zgjedhur të lexoj surën El-Qadr. Fillo të lutem. Inna anzalnahu fi lejletil qadr, وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر. Abën me thonë edhe për këthimin? Po bërë me thonë edhe për këthimin, pa tjetër. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mërshiplotit. Ne kim zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegoj ty se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Engjojt dhe shpirti, Gjibrail, me lejen e Zotit të tyre, zbresin këtë natë me të gjitha vendimet. Paqe është ajo deri në lindjen e agimit. Të lumt, Allah e të rujtë e shpërblet, Shega, me qenë se është takimi joni fundit për këtë vit, nëse ki një përshëndetje të shpejt, mund të bësh. Selamu alaikum dhe urime bajrame, Allah ju pranoft agjerimin, lutjet. Amin, edhe juve dhe gjithë muslimanve. Allah e të rujtë dhe të shpërbleft. Selamu alaikum edhe prenesh. Iftar të këndshëm dhe vepra të pranuara. Vazhdojmë të dashur të mi, marim telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Selamu alaikum. Aleikum selam, kush në telefonon? Turisina. Turisina, mirë se erdhe. Si shkoj dita sot, Turisina? Shumë mirë. Shumë mirë, alhamdulillah, ke agjeruar sot? Po. Allahu kabul, qa ke përzjedh sot me lexu me ne? Surën El-Masad. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات اللهب وأمرته همادة الحطب في جيدها حبل من مسد. Të lumt, Allah e të rujtë, faleminderit shumë. Me qenë se është telefonata e fundit nga ti për këtë Ramazan, mund të bësh një përshëndetje të shpejt. Pa në marko, se kemi shumë telefonus, zatën dykon 2 dit apo 3 dit para sotit, na bloku edhe telefoni. Por e kemi parasysh që jemi në ditën e fundit, në orën e fundit mujtë madhërishëm Ramazan. Po shpresoj që Allah ju ka pranu agjerimin. Amin. Na ka pranu agjerimin. Amin. Dhe ju uroj një bajram të këndshëm. Faleminderit shumë. Bajram të këndshëm edhe për juve dhe veprat të pranuara. Qëndroni me programet e PIS TV-s. Ju si që dini PIS TV për ditë vjen me surpriza të reja, prandaj mos e ndroni kanalin, qëndroni me PIS TV. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Selamu alaikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Mbresa nga Porti I Madh. Mbresa, mirë se erdhe dhe fillo me një qa ke përzgjedh me lexu në mënyrë që t'ju japim mundësinë edhe me përshëndet, edhe me marrë telefonus ma shumë. Në rregull. Së pari lexo, pastaj përshëndetin në lëm fund. Në rregull. Surën Qarja. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah. ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما
ثقلت ومازينه موازين وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Të lumë Bresa, faleminderit shumë. Abone dhe motra. Edhe të shpërblet, po, nëse kiti me përshëndet dikën, përshëndet e shpejt, kaloja telefonin motrës. Selam aleikum. Aleikum, selam, mirë se erdhe. Mirë se ju gjitha. E orta nga bordhe e madh. E arta, mirë se erdhe. Qa kemi lezu Mirë se ju sot? gjitha. Shahadetin. Filla të lutëm. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të lumë, mashallah. Abone dhe motra Benjoka. O, mashallah, po, pa tjetër, me shumë knatësi. Selam aleikum. Aleikum, selam. Unë pas në pas të drejtë që ju thash, që s'po arrim ju dalu cila jeni cila. Mashallah. Juna nga bordhe e madh. Apo ju kujtot kur ju thash? Qa kime ledzu sot? Surën Kauthar. Filla të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tajnaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar inna sha'ani'aka huwa al-abtar. Ju lumë, falemderit shumë e jona, falemderit shumë e arta, falemderit shumë Bresa, aleikum selam. Iftar të kanë shumë për ju dhe familjen tuaj, Allah e rrytë ku do qofshi. Që droni me PIS TV, vazhdojmë me telefonatën e radhës, alo kujti themi? Alo? Salamu alaikum, jeni drejt për drejt, po dëgjojmë. Aleikum salam. Kush nga telefonan? Po. Rubin. Rubini, mirë se erdhe, qa kemi ledzu sot me ne? Po halau. Filla të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Po halau hat Allahu salam. Të lumë të Ruben, falemderit shumë. A ki me përshëndet dikën? Edhe vllavit. Ordrat lutëm. Salamu alaikum. Nuk arri me dëgju. Salam alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Ruben, nëse në arrin më na dëgju, në rregull, iftar të këndshëm, faleminderit që keni qenë me ne. Të dashurit e mi, bëjmë një shkëputje të parë nga telefonatat për ta prezantuar mysafirin ton të parë që është sot në studio këtu me ne. Dhe është trimi em. Artsubi. Është Ardi. Ardi, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Qysh kaloj ky Ramazan, Ardi? Mirë. Mirë. Ka agjeru, Ardi? Po. Kretë Ramazane ka agjeru? Po. A ke pas vështirë? Jo. Ka agjeru dhe para këtij Ramazani? Po. Shumë mirë. A ke pas vështirë? Jo. Ka qenë më lehtë ky Ramazan a Ramazanët tjerë para këtij Ramazani? Ky Ramazan. Ky Ramazan, pse ka qenë më lehtë ky? Je rrit më shumë? Kur ke qenë më i vogël? Në Ardi është djalim dhe nuk e thirrshim në syfër dhe agjerante pas syfër në shenjë proteste. Edhe dikur pas 17 ditësh i ka agjeru pas syfër, na ka detyru me thirrë në syfër sikurse i thrasim pastaj edhe të rriturit. Ka qenë kam gullësia ti, bravo, të lumë, zoti ka bull. Ardi ka qenë në studio edhe 2 herë ma herët edhe njëna herë ka qenë si vjetë dhe vitin e kaluar, bukur. Qa ke për zgjedhë sot me lexu me një Ardi? Surën Asr. Surën Asr. Fillat lutëm. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ardi, pse përzgjedhe bash surën në Asr? Pse s'lexove diçka tjetër? Sepse
Zoti ka folur për kohën dhe rëndësinë e saj. A din diçka për domethënieve të kësaj sure apo? Po. Çfarë përmend kështu Zoti? Zoti thot, pasha kohën, me të vërtet njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë, bëj vepra të mira dhe këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën dhe këshillojnë njëri tjetrin për të bërë sabër. Domethënë pasha kohën krejt njerëzit janë humbje. Shfrytëzon e kohën se marut, domethënë ku për juve. Po me përjashtim kush, për që ata që besojnë, bëjnë punë të mira, e porosisin njëri tjetrin me qëndru në vërtetën, mos e bë këtë punë gabim më, edhe porosisin njëri tjetrin me bë sabër, durim të lumt. Faleminderit shumë. Një sure shkurt, po me domethënie shumë të mëdha, që minimumi 6 tema, domethënë 6 ligjërata mujna me nxjerr prej saj. Faleminderit shumë Ardi. Sa vjeçar ke Ardi se harrova? 10. 10. Mashallah. Çfarë klas? 6. Klas 6? Okej, faleminderit. Djalë mirë, djalë punëtor. Bukur. Të dashur e mi, nga Ardi, kthehemi tek ju. Për të marrë telefonatat tuaja dhe për të përcjellur leximin tuaj. Presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Vlera nga Bordi Madh. Vlera, telefonusja jon e rregullt edhe na telefonon për ditën e fundit këtij muaji të madhërishëm Ramazan. Vlera, faleminderit që ke qenë çdo ditë pothuajse me ne dhe e ke begatuar emisionin ton me telefonatat dhe leximet tuaja. Qa ke përzgjedh sot për herën e fundit për këtë Ramazan me lexu? Faleminderit edhe për juve, unë kam përzgjedh sot me lexu surën Nas. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil hannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Të lumë Vlera, Allah e të rujtë, Allah shpërblej, faleminderit shumë që ke qëndru me ne. Vazhdo të qëndrosh me programet e PIS TV-s edhe pas këtij emisioni, sepse PIS TV ka programe të lloj-llojshme, ngjyrash, kategorisht të ndryshme dhe gjithë secila është e dobishme sa tjetra. Nëse keni përshëndetje të shpejt, urdhra fjala është për ty. Nëse ka ikur, Vlera, i dëshirojmë iftar të këndshëm, vepra të pranuara dhe presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Përshëndetje. Kush na përshëndet? Përshëndetje nga Tuana Joha. Edhe një të lutem emrin? Përshëndetje nga Tuana Joha. Tuana Joha, mirë se erdhe. Nga na telefonon Tuana? Nga Podujeva. Mirë se erdhe. Qa ke përgjetë sot me lexu me ne? Unë kom përzgjedh kulullohun. Fillo të lutem. Kulullohet ahad, Allahu samad, lem një ulit, të lem një let, dhe lem një kul në hu, kuhuvan ahad. Të lumë Tuana, Allah të rujtë e shpërbleft. Nëse kini një përshëndetje shpejt, mund të bësh, shpejt. Jo, nuk kemi. Faleminderit iftar të këndshëm, qëndrani me PIS TV. Allah kabul, urime dhe me gëzime bajrami. Marëm telefonusin tjetër, alo kujt i themi? Ale, Kush na përshëndet? Malika, Nga na përshëndet? Ubiliqe, Mirë se erdhe, qa kemi lexu sot me ne? Elhomen, Fillo të lutem. Abdullah me shitone rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Rahmanirrahim, Malik yawmiddin, نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumt, Malek, Allah të rujtë e shpërblej, faleminderit shumë. Faleminderit. Nëse ki me përshëndetje kanë urdhënë, ju lutem. Gjerem të pranuar. Allah të rujtë e shpërblej, faleminderit edhe juve, iftar të këndshëm, dhe agjerim të pranuar.
Faleminderit për jush që ndroni me PIS TV. Vazhdojmë marrim telefonatën tjetër, alo kujt i themi? Sa vjen e ofrohet koha e ndarjes, po më duket që jo minutat, po dhe sekondat jenë të shku shumë më shpejt. Alo kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Adnani. Mirë se erdhe, nga na telefonon? Nga Austria. Edhe një herë? Nga Austria. Nga Austria, mirë se erdhe Adnan. Si shkoj ky Ramazan? Mirë. Qa kime lexu sot me ne? Surën Lejlatul Qadr. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi Lejlatul Qadr wa ma adraka ma Lejlatul Qadr. Lejlatul Qadr khayrun min alfi shahr. Tanzalul malaikatu بإذنه ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Barakallah. Amra të vëllovi jam me Më shumë kënaqësi, kaloja telefonin të lutem. Alo? Salam aleikum. Aleikum selam, emrin të lutem. Rejan. Mirë se erdhe Rejan. Qa kemi lexuar sot me ne? Surën Zelzele. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة Shërra. Të lumt Rejan, faleminderit shumë. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Allah qoftë i kënaqur me ju që ndroni me PIS TV. Faleminderit shumë. Faleminderit. Për hajër Bajrami qoftë. Të dashurit e mi, bëjmë një shkëputje të dytë nga telefonatat tuaja për ta prezantuar mysafirin ton të dytë që është këtu në studio me ne. Në studio me ne, princesha ime. E ka emrin? Eda. Eda Sopi, mirë se erdha. Mirë se erdhe në studio. është të shku pak. Eda, si shkoj Ramazani si vjetë? Shumë mirë. Ka shku shpejt, a ka shku ka dalë? Ma shpejt se ku me mendu. Ma shpejt se që ke mendu. Bukur, ka qenë Ramazani vështirë, apo i letë? Për mu konë Ramazani letë. Edhe pse ka fazat herë më të vështira, herë më të lehta, por është rëndësishme që më përgatit që nuk e prishi agjerimin, nuk e ndale adhurimin, edhe kjo është rëndësishme, pastaj Zoti t'i leton krejt, ashtu. Megjithatë, edhe ne na rrok uria, na rrok etja, pa gjumësia, dhe ne lodhemi, por qëllimin e kemi që me vazhdu deri në fund. Apo? Çka ke përzier sot me lexuar me ne? Surën Nas. Surën Nas. Mysafiri fundit, në emisionin e fundit, me surën e fundit, ku ka lidh kjo në rastësi e mirë, fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Kull a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Eda, faleminderit, Allah është përmbledh shumë bukur. Pse ke përgjedh bashkë surën Nas? A ke mendu se je musafiri fundit? Në uljen e fundit apo? Surja e fundit apo? A ka diçka arsye pse përgjedh bashkë këto? Sepse pejgamberi alayhis salam neve na ka tregu se surja Nas dhe surja Felek me disa sure tjera janë sure mbrojtëse. Që na mbrojnë prej mësyshet, energjisë keqe, sehret, magjisë e shumë tjera. Mashallah, shumë bukur, shumë mirë. Përderisa janë sure mbrojtëse, theme surën Felek, edhe disa sure tjera, si Qul huwallahu ahad, pastaj të spidova ajetul kursi, e disa ajete tjera, natyrisht ka shumë Kur'an, po flasim këto më të përditshmet.
Kur duhet me thonë këto pra për me kërku mbrojtjen e Allahut Madhërisëm? Unë mendoj që kur qumin mëngjes, mbrëmje, kur dojna mbrëmje flajt, edhe kur nuk ndimi rahat, mbase është sure mbrojtësa. Kemi shqetësime, po do më thonë strese, ku dionet, në gjashme me to, edhe natyrisht pas do farzit namazit. Të lumë të i da, mashallah, Allah të rritit që përblej, falendershëm. Të dashurët e mi, pas edës kthehemi të kjo në pjesën e fundit të emisionit të fundit, në momentet e fundit, në orën e fundit të kësaj dite të bekuar Ramazan. Alo, kujt i themi? Assalamu alaikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Amar Gjepi nga Gjiloni. Amar Gjepi Trimi. Qa ke përzjedh sot me lexu me ne? Po mi thonë 2 sure. Fillo të lutëm njënën, sepse kemi shumë pak minuta dhe kemi shumë telefonues. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath ra'aytu an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Të lumt Amar, Allah e trujtë të shpërbleft. Ki me përshëndet dikën? Jo. Agjerim të pranuar. Agjerim të pranuar edhe për ju dhe familjen tua, iftar të këndshëm, urime, bajrame me gëzime. Vazhdojmë marrim telefonatën tjetër. Alo, kujt i themi? Alo? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Nga regjia më bëjnë me dije se deri më tani janë mbi 13.000 telefonata veç sot. Brenda ditës. Prandaj, kjo na mrekullon edhe neve si emision, edhe si komunitet musliman, edhe si PIS TV. Po të lutem emrin? Esma Misini nga Prishtina. Esma Misini nga Prishtina, mirë se erdhe. Si shkoj Ramazani? Mirë shumë. Qa ke përzjedh sot me lexu me ne? Një sure të shkurt, sure në Falaq. Fillo të lutem, po plotësoni njëna tjetrën me edën. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Esma, Allah të rujtë është përblef, falemderë shumë, nëse kini i përshëndetit të shpejt. Urdhra? Dhe ishta me të falemderu shumë, që përna thot të fjallë të mira, që keni me na mungu shumë. Allah është përblef, i përshëndes shumë, edhe atë stafet e të stivis. Allah është përblef, edhe ne të përshëndesin dhe besoj gjatë tër ditës edhe gjatë tër emisionit, kam një ndjen qysh me uda. Prej këti emisioni qysh me uda prej shikuzve dhe dëgjuzve tonë. Mbase, stafi PIS TV-s mund na sugjeron një emision të ngjashëm që të mos kemi shkëputje brenda vitit. Urdhra të lutem. Edhe ne ju përshëndesim dhe urojmë vepra të pranuara, iftar të këndshëm, urime bajrami, ta gëzoni me familje. Aleikum salam wa rahmatullah. Faleminderit shumë. Presim telefonatën tjetër. Alo, kujt i themi? Ajadit. Mirë se erdhe Ajad. Mirë se ju gjeta. Nga na telefonon? Nga Shkupi. Mirë se erdhe Ajad. Si po shkon puna në Shkup? Si shkoj Ramazani? Ju keni qenë mysafir edhe këtu në studio? Po. Shumë mirë. Faleminderit Elhamdulillah. që jeni me ne dhe ju si familje, edhe e keni begatu emisionin tonë edhe përmes telefonatave tuaja, por edhe me prezencën tuaj fizike këtu në studio. Do të na mungoj kjo emision juaj. Besoni edhe mu do të na po mungoni edhe ju, veç kur po menoj se do të kryhet, do më thonë kjo emision, se na ka bashku Kurani, na ka bashku fjala Allah të madhërishëm, na ka bashku sinceriteti juaj përmes telefonatave tuaja. Uroj që në një format të ngjashëm të takohemi edhe gjatë vitit. Jo ta lëm vetëm se në Ramazan.
Ajat që kemë me lexu sot me ne. Surën 4. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah të rujt, lëm prind për ty dhe për vëllezërit tu që pata fatin me njoft edhe ata. Lëm edhe për ata hoxhallar dhe ato mësuesi që kanë punu me ju dhe me fëmijë tjerë dhe që vazhdojnë me punu. Ky është investimi më i miri në edukim. Domethënë, nuk është investimi më i miri në pallate, nuk është investimi më i miri në tregti, por investimi më i miri është në edukimin e gjeneratave. Lëm për ata që bëhen pjesëtar në edukimin e gjeneratave. S'ka edukim më i mirë se sa fjala e Allahut. Nuk ka edukim më i mirë se sa mësimi i pejgamberit ton alayhi salam. Ka më thonë dikush diçka tjetër Ajad? Ja. Faleminderit shumë që keni qenë me ne. Iftarët e këndshëm, vepra të pranuara dhe ta gëzoni Bajramin. Kanë pse gëzohen besimtarët në ditën e Bajramit. Por gëzimi më i madh është kur ta takojmë Allahun e Madhërisëm. Allah na baft me përjetu të dy gëzimet, edhe në Bajram që kemi përmbyll një muaj të madhërisëm me plot vepra të mira, por gëzimi më i madh kur ta takojmë Allahun e Madhërisëm. Vazhdojmë kështu të dashurit e mi, edhe pse jemi krejt në fund, por të marrim edhe ndonjë telefonat që të shfrytëzojmë diçka prej ndoshta 1 minutë, 2 minuta dhe sa të na mundsojnë regjia që nuk e prekum minutazhin për emisione tjera. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Jusufi. Jusuf, mirë se erdhe. Çka kemi lexuar sot me ne? Surën Nas. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Të lumt Jusuf, Allah e të rujtë e shpërbleft. Nëse keni përshëndetje shpejt, mund ta bësh. Në rregull, iftar të këndshëm, vepra të pranuara, marrim telefonatën tjetër. Alo, kujt i themi? Alo? Selam aleikum, kush na telefonon dhe nga na telefonon? Moli nga Prishtina. Mirë se erdhe. Çka kemi lexuar sot me ne? Sot kam lexuar surën Ilaf Quraysh. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Të lumë mal, Allah e të rujt, Allah është përbleft, Allah të boft mal me dituri. Pordra? Edhe vlloj jam I vogli ka më thoni sure. Po, me shumë kënaqësi. Kaloja telefonin të lutem. Alo. Alo, drani, jemi drejt për drejt. Emrin? Lesna Monika në Prishtina. Mirë se erdhe. Çka kemi lexuar sot me ne? Kul huwa Allahu ahad. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Të lumt Lisi, Allah e të rujtë e shpërbleft, iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Ta gëzoni Bajramin, qëndroni me programet, me misionet e PIS TV-s. Iftar të këndshëm. Vazhdojmë të dashurit e mi, marrim telefonatën tjetër, alo kujt i themi? Selam aleikum. Lejum selam, kush në telefonon? Sumeja nga Bordhi i Madh. Sumeja je plot fat se je njëherit edhe telefonusja jon e rregullt, por e je edhe fundit për sot. Si shkoj ky Ramazan? Mirë, alhamdulillah. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Nas. Urdhrat lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Faleminderit shumë, Allah e të rujtë e shpërblet, nëse ke me përshëndet dika urdhra. Po, duhet të shëndetim si që të një gjanis që më kanë arri direkt të kliент, jetë një ishe sela dhe ishe dhe pesmore ke gurë në nushe. Faleminderit shumë, Allah e të rujtë e shpërblet, iftar të këndshëm, shifemi në emisionet tjera të radhës, inshallah. Vazhdoni që ndroni me PIS TV, iftar të këndshëm, vepra të pranuara, ta gëzoni Bajramin, si që gëzojnë gjithë robët e devotshëm të Allah të madhrishëm. Të dashur dhe mi, ishte kjo telefonata e fundit për sot, dhe fundit për këtë mujtë madhrishëm Ramazan. Dhe ne kthehemi edhe njëherë në studio me Ardin edhe me Edën e përmbyllim atë që ishim duke diskutuar. Ardi, duke qenë se jeni mysafirët e fundit, në epizodën e fundit, në ditën e fundit këtij muajit madhreshëm Ramazan, kin ndonjë mesazh, ndonjë porosi për telefonus, për shikus, për dëgjues tan, edhe kam qef, kam dëshirë që gjithë secili prej moshës së tij ti drejtohet moshatarëve të tij, domethënë djali 10 vjeç, 11 vjeç ti drejtohet djemve të asaj grup moshe, vajza 12 vjeçe ti drejtohet vajzave të asaj grup moshe dhe kështu me radhë. Mesazhi është... Me të lanë ty me folë ti ki mesazhe shumë po shkurt. Mesazhi është me ndëgju prendet, me ndihmu me punë dhe me fokusu me shumë i shkollë. Të lumt. Të ri mesazhe shkurt edhe të mëdhaja, bravo. Po e dhe çfarë mesazhi ka? Mesazhi jam për me përmbyll sot emisionin është ma shumë tina të ofërt me familjen tonë, me mamin, babin, motrën e me vllahun, se në fund ditës ka më konë ata që kanë më në gjinë neve, ka më konë ofër neve. Të lumt, faleminderit shumë. Kur të tjerët ka mundësi që dojnë sinqerisht, por ka mundësi edhe që dojnë me prapavidi, që momentin kur dikush mundet me mbështet dikon tjetër, se gjenat, po antarët e familjes s'kanë ku më të qua, po do me thonë këto. Të lumt. Faleminderit shumë. Të dashurit e mi, ishte kjo e tëra për sot, ishte kjo e tëra për tërë këtë muajt madhreshëm Ramazan. Edhe njëherë ju përshëndesim dhe lutemi për ju që na keni përcjell përmes ekraneve tuaja, lutemi për ju që na keni telefonuar, që na keni dëgjuar përmes radio Kriterias, po ashtu të mos harrojmë të ti përshëndesim dhe të lutemi edhe për stafin realizues të PIS TV-s, që na dha mundësinë që ne të jemi bashk përmes punës së palatshme që kanë bërë regjia, që kanë bërë skenografët, që kanë bërë kamermanat. Allah i rujt dhe i shpërbleft, dhe unë shpesh u a them, ju e keni shpërblimin e plot, sepse fytyrat tuaja nuk ishe e kërkush, për punën tuaj e shes Zoti dhe shohin besimtarët. Allah i shpërbleft me të mirat e tij dhe i paguft qysh din ai vet. Nga unë që malsopi, iftar të këndshëm, vepra të pranuara, gëzoni Bajramin, gëzoni antarët e familjes, gëzoni njerëzit me të cilët e keni jetën.
falni lëshimet e tyre, falni gabimet e tyre në mënyrë që të mbrim faljen e Allahut të Madhërisëm. Iftar të këndshëm, vepra të pranuara, ju lëm në amanet Allahut të Madhërisëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.